Përshëndetje të dashur dëgjues. Historia që do t'ju rrëfej sot është një histori që më ndryshoi jetën përgjithmonë. Quhem Elira Kodra, 28 vjeçe, dhe deri para një viti besoja se njihja çdo detaj të jetës sime, çdo sekret të familjes son. Babai im, Petrit Kodra, ishte njeriu më i dashur dhe më i drejtë që kam njohur ndonjëherë. Të paktën kështu mendoja derisa ai u nda nga jeta. Gjithçka filloi disa javë pas varrimit të tij. Dhoma e tij e punës kishte mbetur ashtu siç e kishte lënë. Librat mbi tavolinë, stilolapsi i preferuar, dhe një kuti druri që unë kur nuk e kisha parë më parë. Ishte një pasdite e ftohtë janari kur vendosa ta hap. Brenda, përveç disa letrave të vjetra dhe fotografive, gjeta një zarf të mbyllur me shkrimin e tij të dorës. Për Elirën, ta lexosh vetëm pasi të mos jem më. Duart më dridheshin. E hapa me kujdes dhe brenda kishte një letër. Ishte një rrëfim një vërtet që babai im kishte mbajtur të fshehtë për gati 30 vite. Ai shkruante: "Bi, në jetën time kam bërë shumë gjëra për të cilat jam krenar. Por ka edhe një sekret që e kam mbajtur për ta mbrojtur familjen. Ti nuk je fëmia im i vetëm. Ke një motër, quhet Erisa. Jeton afër jush, vetëm disa rrugë më tutje." Në atë moment ndjeva se toka më iku nga këmbët. Një motër, dhe aq afër nesh. Si kishte qenë e mundur që unë nuk e kisha ditur kur. Kush ishte ajo? Si mund të jetonte në të njëjtin qytet, ndoshta të kalonte çdo ditë në të njëjtat rrugë. Pa e ditur që ishim të një gjaku. Ajo letër më çoi në një udhëtim të papritur, mes kujtimesh, sekreteve të vjetra dhe të vërtetave që askush nuk kishte guxuar t'i tregonte. Nga ajo ditë, jeta ime nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Letra që ndryshoi gjithçka. Dhoma e babait kishte mbetur ashtu siç ishte ditën kur ai u nda nga jeta. Çdo objekt aty mbante aromën e tij. Një përzierje mes librash të vjetër, parfumi që përdorte për vite me radhë, dhe fryma e ngrohtë e një njeriu që kishte ditur si të më mësonte çdo gjë për jetën përveç të vërtetës më të madhe. Ishte pasdite, dritare gjysmë të hapura, dhe një erë lehtë e dimrit futej brenda, sikur donte të më përqafonte. E gjeta veten duke qëndruar para tavolinës së tij, me duar që më dridheshin, ndërsa shikoja zarfin me emrin tim. E hapa me kujdes, duke ndier një peshë të padukshme në gjoks. Letra e tij ishte shkruar me shkrimin e njohur, të butë e të rregullt. Elira, nëse po e lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Më vjen keq që nuk pata guximin të ta them kur isha gjallë. Kam dashur gjithmonë të të mbroj, të ruaj qetësinë tënde, por ndoshta kam gabuar. Ka diçka që duhet ta dish. Ti ke një motër e quajtur Erisa, e cila jeton në të njëjtin qytet. Vetëm disa rrugë më tutje nga shtëpia jon. Ajo nuk e di për ty dhe ndoshta nuk e di as për mua. Të lutem, nëse ndjen se është e drejtë, kërkoje. Mos e urre për mëkatet e mia. Lexova letrën disa herë, pa e kuptuar nëse ishte realitet apo ëndër. Fjalët e tij më jehonin në kokë. Ke një motër, dy fjalë që tronditën çdo kujtim të fëmijërisë sime. U ula në karrigen e tij. Mbi tavolinë ishte një fotografi e vjetër, ku babai buzëqeshte me mamin në një ditë vere, ndoshta para se unë të lindja. E mora në dorë dhe pyeta me zë të ulët: "Pse baba? Pse ma fshehe këtë?" Në atë moment dëgjova zhurmën e lehtë të derës. Ishte nëna ime, Mira. Ajo kishte fytyrën e lodhur nga vajtimi, por sytë e saj u zmadhuan kur më pa me letrën në duar. "Elira, çfarë është ajo?" E ndjeva zërin tim të thyhej kur ju përgjigja. "Një letër nga babi. Ka shkruar për dik tjetër, për një vajzë, për motrën time, mami." Ngjyrat e fytyrës së saj ndryshuan menjëherë. Ul ngadalë në koltuk, sikur trupi i saj nuk mund ta mbante më peshën e atij sekreti. "E dija që një ditë do ta zbulonim," tha ajo me një zë të mekur. Fjalët e saj më tronditën më shumë se vetë letra. "Ti e dije," i thash me habi, ndërsa zemra më rrihte fort. "Po, Elira, e dija, por ishte shumë kohë më parë, përpara se të lindje ti. Ishim ndarë për disa muaj me babain tënd. Ai kishte bërë një gabim. Një grua tjetër hyri në jetën e tij për një kohë të shkurtër, por ajo lidhje solli në jetë një vajzë. Ai u kthye te unë më vonë, i penduar, dhe betohej se nuk do ta braktiste kurrë më familjen e tij. Nëna më pa drejt në sy, me lot që nuk po i rridhnin ende. Ishte kushtim për ta falur. Të mos fliste më kurrë për atë grua, të mos kërkonte asnjë kontakt me të. Ai pranoi, por më vonë më tha se ndonjë ditë do t'ja tregonte të vërtetën vajzës son. Zëri im doli i dridhur. Dhe ajo grua, kush ishte? Ku është tani?
Quhej lule, tha ajo me një frymë të thellë. Jetonte dikur në një lagje pranë. Por ne nuk kemi pasur asnjë kontakt që nga ajo kohë. Nuk e di as nëse jeton ende. E lash nënën aty, e humbur në kujtime. Unë dola jashtë me letrën në xhep, me një tronditje që nuk mund ta përshkruaj. Rrugica që kisha përshkuar qindra herë, papritur mu duke ndryshe. Secila shtëpi, secili kalimtar, mund të ishte një copëze së kaluarës që babai kishte fshehur. Atë mbrëmje nuk fjeta. U ula në kompjuter dhe kërkova në rrjetet sociale për emrin Erisa Kodra. Disa profile dolën, por një më bëri të ndalem. Një vajzë me flok ngjyrë gështenje, sy të ngjashëm me të mijat, dhe një buzëqeshje që më ngjante tmerrsisht shumë me atë të babait. Jetonte në të njëjtin qytet. Në përshkrim shkruhej: Erisa fotografi dashuruar pas jetës. Unë ndjeva sikur po shikoja pasqyrën e shpirtit tim. E ndoqa në heshtje për disa ditë. Çdo postim i saj më dukej një dritare drejt një bote që më përkiste, por që nuk kisha ditur se ekzistonte. Kishte një studio të vogël fotografie në qendër të qytetit. Një ditë mora frymë thellë dhe vendosa të shkoj. Ishte mëngjes, dita ishte me diell, por zemra ime ishte rënd. Vesha një pallto gri dhe mora makinën. Rrugët ishin të njohura, por çdo metër që afrohesha ndihesha sikur po lëvizja në një botë të panjohur. Kur mbërrita, lexova tabelën. Studio Erisa kap çdo kujtim me dashuri. Hyra brenda me zemrën që më rrihte në fyt. Ajo ishte aty, duke rregulluar dritën përpara një klienti. Kur më pa, buzë qeshi. Mirë se erdhe. Si mund të të ndihmoj? Dua të bëj disa foto personale, thash, për të fshehur emocionin tim. Zëri i mu dridh, por ajo nuk e kuptoi. E vështrova me kujdes. Flokët i kishte të buta, sy të thellë si kafeja, dhe një shprehje fytyre që më kujtoi babain tim në çdo detaj. Ndërsa më fotografoi, unë mezi arrija të buzëqeshja. Çdo klik i aparatit më dukej si një goditje në zemër. Në fund më dha kartvizitën e saj dhe më tha me mirësjellje: do të njoftoj sapo ti përgatis fotot, zakonisht brenda 3 ditësh. E mora kartën dhe thash: faleminderit, Erisa. Emër shumë i bukur. Faleminderit, buzëqeshi ajo. Edhe yti. Elira. Ajo u ndal për një sekond. Elira. Përsëriti, sikur emri im ishte njohur. Është emër i veçantë, më kujton diçka, por se di çfarë. Në atë moment mezi mbajta lotët. Dola nga studioja me një ndjenjë të përzier mes lumturisë dhe dhimbjes. Kisha parë motrën time për herë të parë. Dhe ajo s'dinte asgjë. Në mbrëmje u ktheva në shtëpi. Nëna ishte ulur në kuzhinë me një filxhan çaji në dorë. E di që e gjete, apo jo? Më pyeti pa më parë në sy. Po, i thash. E pash. Është një grua e mirë, e qeshur, e ndjeshme. Ka sytë e babait. Nëna uli kokën. E di Elira. Unë gjithmonë e dija se ajo ekzistonte, por nuk kisha forcë ta përballoja. Nuk mund ta mbash më këtë sekret, i thash me vendosmëri. Ajo ka të drejtë ta di. Nëna më pa e tronditur. Po sikur ta shkatërrojmë jetën e saj. Ndoshta ajo është e lumtur ashtu siç është. Po unë, po babai. A nuk meriton që e vërteta të dalë në dritë? Ai e shkroi vetë këtë letër, mami. Ai donte që ne ta dinim. Heshtja qëra ishte e rëndë. Vetëm ora mbi mur bënte tik-tak, si për të numëruar sekondat e një vendimi të madh. Ditët kaluan. Nuk mund të ndalesha. E ndjeja sikur babai po më shtynte drejt së vërtetës. Një mëngjes vendosa t'i shkoja përsëri. Këtë herë jo si një kliente, por si motra e saj. Kur hyra në studio, ajo ishte vetëm. Erisa, thash me zë të ulët. Duhet të flas për diçka personale. Ajo më pa e habitur. Po, sigurisht. Çfarë ndodhi? Nxora letrën e babait dhe ja dhash. Dua që ta lexosh këtë. Ajo e mori fillimisht me dyshim, por kur lexoi emrin Petrit Kodra, fytyra i ndryshoi ngjyrë. Syt i u mbushën me lot. Ky emër përshpëriti. Nëna ime më ka folur për një burr me këtë emër para shumë vitesh. Ishte babai im, i thash butë. Dhe ndoshta edhe i yti. Për disa sekonda nuk foli. Vetëm lotët i rridhnin ngadalë në faqe. Nuk e besoj gjithë këto vite, tha ajo me zë të dridhur. Nëna më tha vetëm se babai im kishte vdekur para se të lindja. U ula pranë saj. Ai jetoi, Erisa. Jetoi shumë vite. Dhe të donte ta njihte, por ndoshta nuk pati guximin. Ajo ngriti sytë e lagur nga lotët. Pse tani? Pse pas gjithë kësaj kohe?
sepse ai më la këtë letër. Donte që të gjeja. Donte që të mos ishim më të huaja. Erisa më përqafoi. Një përqafim i gjatë, i ngrohtë, që më duket sikur shëroi një pjesë të shpirtit tim. Për herë të parë, ndjeva se po gjeja një copës të munguar të vetes. Kaluan orë të tëra duke folur. Më tregoi për jetën e saj, për maman e saj, për vështirësitë dhe ëndrat që kishte ndjekur vetëm. Nuk kishte pasur një figurë atërore. Ndoshta kjo shpjegon pse gjithmonë ndjeja një boshllëk. Më tha me një buzëqeshje të trisht. Tani kuptoj pse më pëlqente aq shumë fotografia. Doja të ruaja kujtime që nuk i kisha. Unë ndjeva e lidhur me të në një mënyrë që s'mund ta shpjegoj. Ishte si të njihje dikë që kishe dashur gjithë jetën, por se kishe parë kurrë. Kur u ktheva në shtëpi atë natë, i tregova gjithçka nënës. Ajo qau gjatë, pastaj tha diçka që s'do ta harroj kurrë. Ndoshta kjo ishte mënyra e babait për të na bashkuar edhe pasi iku. Në atë moment kuptova se dashuria dhe falja janë trashëgimia më e madhe që mund të lërë një prind. Por ajo që s'dija ende, ishte se ky ishte vetëm fillimi. Sepse pas letrës, pas takimit, pas përqafimit të parë, një tjetër sekret po priste të dilte në dritë. Një sekret që do të trondiste jo vetëm mua dhe Erisën, por gjithë të kaluarën e familjes son. Pas asaj dite, jeta ime u nda në dy pjesë. Para dhe pas letrës së babait. E para ishte plot kujtime të ngrohta, një fëmijë i panjolla me dashuri e qetësi. E dyta ishte si një rrugë që sapo fillonte me hije, sekrete dhe pyetje që kërkonin përgjigje. Pas takimit me Erisën, më dukej sikur më ishte hequr një bare e madhe nga shpirti. Por në të njëjtën kohë ndjeja një boshllëk të ri, një ndjenjë që diçka ende mungonte. Kishte shumë gjëra që nuk përputheshin. Si kishte qenë historia e vërtetë e babait tim me Lulen. Pse nëna ime, Mira, kishte vendosur ta mbante këtë sekret për gati 3 dekada. Të nesërmen vendosa të shkoj në dhomën e babait sërish. Kjo herë jo për të qarë, por për të kërkuar. Tavolina, librat, raftet, çdo gjë që mund të kishte mbetur nga jeta e tij më dukej si një copëz e enigmës. Në një sirtar të fshehur, pas disa dosjeve të vjetra, gjeta një fletore të hollë me mbulesë të zezë. Ishte ditari i tij. Faqja e parë ishte datuar. Mars 1996. Lexova me zemrën që më rrihte. Sot e pash për herë të parë vajzën e Lules. E kishte në krah një foshnjë e vogël me syngjyrë mjaltë. I ngjante shumë me mua. Lule më tha që s'kishte nevojë për mua, por unë e dija që nuk ishte vërtet. Desha ta ndihmoja, ta shihja vajzën, por Mira nuk do ta pranonte kurrë. Jam mes dy botëve, dashurisë që kam për familjen dhe fajit që më ndjek çdo natë. Zemra më rahu fort. Babai nuk e kishte harruar kurrë. Ai kishte jetuar gjithë jetën me atë plag. Në faqe të tjera kishte edhe letra të papërfunduara për Lulen, që nuk i kishte dërguar kurrë. Një prej tyre përfundonte me rreshtin. Ndoshta një ditë, vajzat tona do ta gjejnë njëra tjetrën. Edhe nëse ne nuk kemi guximin ta bëjmë. Në atë moment, ndjeva një lloj fryme që më kaloi përmes. Si në filma, kur e kupton që gjithçka ka një arsye. Babai kishte dashur që kjo ditë të vinte. Pas disa ditësh, vendosa t'i tregoja Erisës për ditarin. U takuam në kafen e vogël pranë studios së saj. Ishte mbrëmje, dritat e qytetit ndizeshin dhe qielli ngjante si një perde blu me yje të shpërndara. E lexova ditarin e babait, i thash, duke nxjerr bllokun nga çanta. Ka shkruar për ty, për mamin tënd. Ajo uli kokën, sytë ju mbushën me kuriozitet e frikë. Çfarë ka thënë? Se të ka parë kur ishe foshnjë. Se donte të ndihmonte, por mami im nuk do ta pranonte. Ajo e mori në dorë bllokun, e hapi dhe nisi të lexonte në heshtje. Lotët filluan t'i rridnin ngadalë, derisa zëri i saj u drodh. Nuk e di nëse duhet të qaj apo të gëzoj. Të dish se dikush të ka dashur nga larg, është një ndjenjë e çuditshme. Në atë moment vendosa diçka. Duhej ta gjenim Lulen. Nuk mund të mbeteshim në gjysmë. A e ke ndonjë kujtim prej saj, ndonjë adresë, ndonjë foto? Ke pyeta. Ajo mendoi pak, pastaj tha. Po, kam një fotografi të vjetër të saj. Ndoshta mund të ndihmoj. Fotografia tregonte një grua të re, e bukur, me flokë të zinj të gjatë, që mbante një vajzë në krah. Në pjesën e pasme ishte shkruar me stil elegant. Me dashuri, Lule 1997. E mora me vete. Ajo foto do të bëhej qelsi ynë. Disa ditë më vonë shkova tek nëna. Ishte në kuzhinë duke gatuar si gjithmonë. Mami, duhet të flasim, i thash. Për Lulen.
Ajo ngriti sy, të lodhur, të friksuar. Pse tani, Elira? Sepse është koha. Unë dhe Erisa duam ta dim të vërtetën. Ajo uli lugën dhe u ul në karrige. Fytyra i mori një shprehje që se kisha parë kurrë. Mes dhimbjes dhe pranimit. Mirë, do t'ju tregoj gjithçka, por mos më urre. U ula pranë saj. Ishte viti 1995. Nisi ajo me zë të ulët. Unë dhe babai yt ishim në një periudhë shumë të vështirë. Kishte humbur punën, unë isha shtatzën dhe grindjet tona ishin të përditshme. Ai u largua për disa muaj. Atëherë njohu një grua Lulen. Ishte e re, e mirë, por edhe e vetmuar. U lidhen. Nuk e di nëse ishte dashuri apo thjesht aratisje, por di që ajo mbeti shtatzën. Kur ai u kthye tek unë, më tregoi gjithçka. Dhe ti e falje. E ndërpreva. Po, sepse e doja. Dhe sepse më kishte premtuar se do ta mbante fsheht për ta ruajtur familjen. Lulen e kishte kërkuar për ta ndihmuar, por ajo nuk pranoi. I tha se donte ta rriste vajzën vet, pa ndihmën e askujt. Dhe më pas, nuk e pam më kurrë, deri kur mora vesh shumë vite më vonë se ajo kishte hapur një studio të vogël fotografie në qytet. Studio. Syt më u zgjeruan. Po ajo është studioja e Erisës. Nëna u ngrit e tronditur. Çfarë? Mos më thuaj që. Po mami, e kam takuar. Është motra ime. Nëna uli duart në fytyrë. Zoti im, kjo është si të jetosh dy jetë në një trup. U ulëm të dyja, të heshtura për pak minuta. Pastaj ajo tha diçka që s'do ta harroj kurrë. Babai yt nuk ka qenë i keq, Elira. Ka qenë njeri, dhe ndoshta më shumë se gjithçka, ka dashur që ju të dyja të njiheshit. Në atë moment vendosa të shkoj ta gjej Lulen vet. E dija që ajo ishte ende diku afër. Erisa nuk kishte folur shumë për të, sepse nuk ishin shumë të lidhura. Kishte përmendur që nëna e saj jetonte në një shtëpi të vogël në periferi. Mora makinën dhe u nisa. Shtëpia ishte e vjetër, me mure të zbehta dhe një obor të vogël plot lule të vyshkura. Trokitja ime u përgjigj me hapa të ngadalta. Kur dera u hap, pash një grua rreth të 60-tave, me flokë të thinjur dhe sy të lodhur, por me një ngrohtësi që më kujtoi menjëherë babain. Mirdita, i thash me zë të dridhur. Jam Elira Kodra. Ndoshta ky emër ju thot diçka. Ajo më pa për disa sekonda, pastaj fytyra i ndryshoi. Petriti përshpëriti. Ti e vajza e ti. Nuk pata nevojë të thoja asgjë. Sytë e saj u mbushën me lot. Hyj brenda, të lutem, më tha. Kam pritur këtë ditë shumë më gjatë se ç'mund ta imagjinosh. U ula në dhomën e saj, plot kujtime. Në mur kishte disa fotografi të vjetra. Përfshirë një ku ishte ajo me një burr që i ngjante babait. E kam mbajtur gjithmonë këtë foto, tha ajo, duke e marrë në dorë. Ishim të rinj, të hutuar, por ai ishte njeriu më i mirë që kam njohur. Nuk desha t'ia prishja jetën, prandaj u largova. Dhe nuk e takove më. Jo, e pash vetëm një herë nga larg, kur Erisa ishte foshnjë. Ai më ndoqi, por unë i thash të kthehej te familja e tij. Ishte i dashur, por unë s'mund të jetoja me fajin. Lotët më mbushën syt. Ai nuk të harroj kurrë, i thash. Ka shkruar për ty, për Erisën, për gjithçka. Ajo mbylli syt për një moment, sikur dëshironte të dëgjonte zërin e tij përsëri. Atëherë le të pushoj në paqe, tha më në fund. Ju të dyja jeni gjaku i tij. Mos e lini këtë lidhje të thyhet kurrë. Kur dola prej andej, qielli ishte errësuar. Ndjeva se një pjesë e historisë son më në fund ishte shëruar. Por jeta, si gjithmonë, ka mënyrën e saj për të sjellë stuhi pas qetësisë. Pas disa javësh, Erisa më telefonoi në mes të natës, me zë të dridhur. Elira, duhet të vish tani. U vesha dhe nxitova në studio. Ajo më priti me një dosje në dorë. Këtë ma solli një grua sot. Tha se ishte mikja e babait ton. Brenda ka diçka që do të ndryshoj gjithçka. E hapa dosjen. Brenda kishte dokumente ligjore, një testament i datës së një viti më parë, me firmën e babait ton. Në të shkruhej. Në rastin e vdekjes sime, pasuria ime do të ndahet në mënyrë të barabartë mes vajzave të mia, Elira dhe Erisa Kodra. U ngrita në këmbë, e tronditur. Ai e dinte, përshpërita. Ai e dinte se një ditë do ta zbulonim. Erisa qau, por këtë herë me lot gëzimi. Ai na lidhi edhe pas vdekjes. E përqafuam njëra tjetrën fort. Në atë moment nuk ishim më dy vajza që ndanin të njëjtin bab, ishim motra.
Në ditët që pasuan, nëna ime dhe Lule u takuan për herë të parë pas më shumë se 25 vitesh. Ishte një takim i heshtur, por i ngrohtë. Ato nuk folën shumë. Mjaftoi një shtrëngim duarsh, një falje heshtur që mbante peshën e gjithë të kaluarës. Në varrin e babait të katërta, unë, Erisa, nëna dhe Lule qëndruan bashkë. Një erë lehtë kalonte mbi ne, sikur ai vetë ishte aty, i lumtur që më në fund ishim të bashkuara. E kuptova atë ditë se ndonjëherë, e vërteta nuk është për të friksuar. Ajo mund të dhembë, por shëron. Sekreti i babait tim nuk ishte një mëkat. Ishte një dëshmi e njerëzores, e dashurisë dhe ndjeshmërisë së një njeriu që kishte gabuar, por kishte dashur të korrigjonte gabimin në mënyrën e tij. Pas javësh të tëra zbulimesh, lotësh dhe bisedash të vështira, unë dhe Erisa më në fund u gjendëm ulur përballë njëri tjetrës në dhomën e vjetër të babait. Mbi tavolinë qëndronte kutia prej druri, ajo që kishte nisur gjithçka. Brenda saj tani nuk kishte më sekrete, por kishte diçka tjetër, një testament. Një dokument që babai e kishte nënshkruar vetëm pak muaj para se të vdiste. Notë e ri, një burr me flok gri dhe sy të qetë. E lexoi me zë të ngadalshëm. Unë, Petrit Kodra, në vetëdije të plot, lë pas këtë testament për vajzat e mia, Elira dhe Erisa Kodra, të cilat kanë lindur nga dashuria dhe gabimet e mia njerëzore. Pasuria ime ndahet për gjysmë midis tyre, pa dallim. Ato janë dy pjesë të shpirtit tim, dhe e vetmja trashëgimi që dua t'u lësh të vërteta, dashuria dhe pajtimi. Kur dëgjova emrin e Erisës në leximin e testamentit, sytë e mi u mbushën me lot. Nuk e kisha menduar kurrë që babai do të kishte bërë diçka kaq të drejtë, kaq njerëzore. Për vite kishte jetuar me faj, por në fund kishte gjetur mënyrën ta shlyente. Erisa uli kokën. Faqet e saj ishin të njoma nga lotët. Ai më kishte thënë se një ditë gjithçka do vinte në vend, shpëriti. Por nuk e besoja. Pas leximit, noteri na la vetëm. Në heshtje shikonim njëra tjetrën. Nuk e prisja që të më njihte si bijën e tij para vdekjes, i thash unë. Por ai e bëri. Dhe tani i ndjej sikur më në fund jam e plot. Erisa më pa me butësi. Unë jam rritur pa baba, Elira. E kam urryer për shumë vite. Por më pas kuptova se urrejtja më rënonte vetëm mua. Sot, fal teje, e ndjej se e kam njohur. U ngritëm dhe për herë të parë, u përqafuam pa fjalë. Ishte një përqafim i ngrohtë, i vërtet, i atyre që kanë humbur shumë por kanë fituar diçka të çmuar njëra tjetrën. Në ditët që pasuan, vendosëm të rindërtojmë gjithçka që babai kishte lënë pas. Shtëpinë e tij të vjetër, kopshtin, kujtimet. Ishte mënyra jon për ta mbajtur gjallë kujtimin e tij. Një pasdite, ndërsa pastronim dhomën e punës, gjetëm një zarf tjetër të vogël në fund të raftit. Ishte i shënuar me shkrimin e babait. Për ju të dyja. Brenda kishte vetëm një letër të shkurtër dhe një çelës të vjetër. Në raftin e librave, pas komedisë hyjnore, është një kutje e vogël metalike. Aty ruaj diçka që dua ta ndani bashk, diçka që më kujton fillimin e jetës sime dhe fundin tim. Mos e hapni veç e veç, por bashk. Kur e gjetëm kutin, brenda kishte një album fotografish të vjetra. Ishte jeta e babait, e ndarë në dy botë me maman time dhe me nënën e Erisës. Në çdo faqe, në çdo foto, shihej një burr që kishte dashur shumë, por që kishte gabuar. Kishte buzëqeshje të sinqerta, duar që mbanin fëmijë, momente të vogla që tregonin një njeri që kishte dashur pa mas. Edhe pse jo gjithmonë siç duhej. Në fund të albumit kishte një shënim të shkurtër me dorën e tij. Nëse jeta ime ishte një udhëtim, ju të dyja ishit fillimi dhe fundi i saj. Mos lejoni që sekretet e mia t'ju ndajnë. Ndani dritën që unë s'munda ta ruaj deri në fund. E mbylla albumin me duar që më dridheshin. Ai donte që të mos kishte më asnjë ndarje, i thash. Po, më tha Erisa me një buzëqeshje të qetë. Dhe këtë herë do t'ja mbajmë premtimin. Trashëgimia që s'ishte vetëm pasuri. Pas disa muajsh, ne vendosëm të hapim fondacionin Drita e Kodrës, një qendër për fëmijë që rriten pa prindër. Ishte ideja e Erisës, por unë e përqafova menjëherë. Donim që babai ynë të kujtohej jo për sekretet që kishte fshehur, por për dashurinë që kishte lënë pas. Në hapjen e qendrës, unë mbajta një fjalim. Zëri më dridhej, por çdo fjalë vinte nga zemra. Babai ynë na mësoi se e vërteta, sado e dhimbshme, është gjithmonë më e vlefshme se gënjeshtra. Ai na la pas jo vetëm pasuri, por një mësim. Të falim, të kuptojmë dhe të duam pa kushte. Publiku duar trokiti, ndërsa unë dhe Erisa u përqafuam. Në atë moment ndjeva se babai ishte aty në çdo frymë të ajrit, në çdo rrezë drite që hynte nga dritaret.
Kështu, trashëgimia e tij nuk ishin vetëm pasuritë materiale, por një trashëgimi shpirtërore. Dashuria, pajtimi dhe fuqia për të rindërtuar familjen mbi themelet e së vërtetës. Sot, sa herë kaloj pranë pemës së ullirit në oborrin e shtëpisë së babait, ndalem për pak qaste. Era e lehtë më kujton zërin e tij, dhe çdo herë përshpëris me buzëqeshje. Të falenderoj, bab, për gjithçka, për gabimet, për dashurinë, për motrën time, dhe për trashëgimin më të bukur që mund të më lije të vërtetën.